Amo është për keqardhjen vjeket që ka ndodhur një gjë e tillë. Ajo që di është që nuk është ase orkestrume, ase motivume politikisht, që është me rëndësi. Duhet me pa që ndodhë, më lënë organeve të rendit që po bojnë, duhet me thonë që nën kryetari Fataj njihet në gjithë komunën e Gjakovës si një njeri i qetë edhe seriozisht i sjellshëm, po nuk po paragjykoj kur gjë se nuk i di detajet, vetëm kom marrë vesh që nuk ka implikim politik, duhet me thonë. Edhe ashtu shumica medjave janë të shërbi vetëm me një konfirmim të policisë. Mënyra se si është ka funksionon emisioni është që në fillim secili e keni 3 minuta kohë për një ekspoze, bullet pointat, pikat kryesore të programit, për gjatë të cilave nuk ndërpres, për gjatë të cilave nuk ndërhyj, edhe më pas nolemi në disa prej temave të cilat bashkë me ekipin që është kam nimon me i realizu debatet, i kemi cilësu si kryesorët për komune aty ndërhyj, edhe po shpresoj që ndërhyj kryesisht veshune, edhe mohet një farë higjiene e debatit, edhe nuk kemi telashe. 3 minutat, bullet pointat kryesore, këshim nis me ju, kryetar Urnani. Faleminderit shumë lartë, faleminderit gjithve që jeni në studio. Alianca ka prodhu programin e vetë zgjedhor që para nisjes së fushatës, edhe praktikisht kemë rri pothuajse në gjithë territorin e komunës me shpërnda. Jënë 4 kapitujt e parë kryesor të programit. I pari është Trelumet të Liçeni, një projekt i cili është transformativ, është i vetmi në Ballkan, duhet më thonë. Trelumej kaloi në zonën urbane të Gjakovës, Krena, Lukaci dhe Ereniku. Krena është duke përfundu, në Ereniku është duke u punu, besoj që deri në pranverë përfundon, Lukaci është duke u punu, edhe Liçeni është në prokurim edhe i buxhetum. Do të jetë projekt totalisht transformativ. Kapitulli i dytë, që është në aspektin buxhetor më i madh, është trajtimi i ujnave të zeza nëpër fshatra. Në qytet pothuajse ka përfundu, kur përfundon edhe kolektori i Krenës edhe i Lukacit, nuk do të ketë mo ujna të zeza që shkarkohen në Lumej, ndërsa në fshatra e nisim një proces që ka me marrë një shumë të madhe buxhetore, ndiku 15 milion euro si pas kalkulimeve tona për vendosin e biodisqeve dhe pajisjeve tjera për trajtimin e ujnave të zeza. Kapitulli i tretë është transporti publik. Kemi planifikuar që gjatë mandatit të ardhshëm, konkretisht në vitin 2027, ti blejmë diku 25 autobus urban, ta inkorporojmë edhe trafikun ekzistues privat, në mënyrë që në gjithë komunën e Gjakovës të ketë qarkullim të pastër urban. Po thot urban në gjithë territorin, jo vetëm në qytet. Pensionistët, nxënësit të shkollave fillore, nxënësit të shkollave të mesme, personat me aftësi të kufizuar, invalid të luftës, e kategori tjera që kualifikohen do të qarkullojnë pa pagesë. Kapitulli i 4 është Qyteti i mençur. Qyteti i mençur është koncept pak më i gjon. Jemi duke punuar në këtë koncept që një kohë gjatë, prej vitit 2019, me Jatek kemi filluar me avansu, ndërsa për me u sjell më afër qytetarëve, kjo do të nënkuptoj që do të ketë edhe sistem të apit, të aplikacionit Gjakovës, njerëzit do ta dinë ku e kanë atë autobus që përmenda më përpara, nuk do të kenë nevojë të presin 20 minuta jashtë, do t'ju ofrohet. Pjesë tjera të projekteve në përfundimi total i rrugëve, kanë mbetë shumë pak rrugë në përfshatra. 3 rrugë i kemi në qytet, rrugën Skënderbeu me vazhdu, rrugën Ganimetet Tërbeshi dhe rrugën Dëshmorët e Lirisë në Lagjën Kec, edhe përfundon pjesa ekzistuese. Investimet infrastrukturore do të barten në zonën e re, në qytetin e ri në Rezin, dhe fronti i ri i punës infrastrukturore do të jetë ajo pjesë. I kemi disa rrugë që duhet me u ribo, edhe në përfshatra, janë rrugë dëmtuar shumë, duhet me u heq krejt me u bë pispari. Ka shumë projekte tjera, kanale, gjithçka tjetër, tregjet i kemi të parapame me i kry në vitin 2026 dhe 2027, i kemi 3 lokacione për tregjet të reja, edhe 2 ekzistuese. Tjetër që ka shumë interesant me pa është të çështja e hapjes kapitullit të ri për të moshuarit, më thonë qëndrimi ditor për pensionistë veç ka përfundu, shumë shpejt do ta kemi në dhënie me çmime krejt lira, do të jetë një projekt. Është diçka cilës do t'i kthehemi edhe besoj